informacionet që i ndëgjoni sonte vërtet janë shumë të vlefshme dhe falenderojmë Besianën që e ndan këtë me ne. Besiana, a ka pat sfida gjatë këtij rrugtimi? Sfidat janë në biznes për dishmëri. Po. E si përballojsh ti? Si i përballojsh ato? Sfidat i marr sim. 1 ditë 2 edhe vazhdoj. E di që brenda çdo sfide është një gjë e mirë, sepse ashtu më ka ndodhur edhe në jetën reale. Nuk jam dalë asnjëherë. A ke ndonjë mënyrë specifike si përballesh me sfidat? Mënyrë specifike mimoza nuk kam, vetëm e di se kam një mbrojtje dhe një përkraje prej Zotit, prej universit, edhe e di se nesërmja gjithmonë kam e qenë më e mirë. E kjo më pëlqen shumë, domethënë kjo është shumë e fuqishme, është kjo. Ta kesh këtë mendim ose këtë ndjenjë e cilat mbron në çdo lloj situate që paraqitet. Po çka do bëje nëse do i humbje krejt? Do filloja prej zeros, sepse kam provu dhe atë ndjesim e falësimit total. Po, edhe Henry Ford ka thënë ashtu, nëse mi djegin krejt fabrikët, nëse mi marrin krejt ato lëndët e para me cilët ai ka bë ato makinat, edhe ai ka thënë, unë e nisi prapë prej zero. Po.